Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse këmbët tuaja ënjten, urgjent shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto probleme. Mbajtja e lëngjeve në trup mund të shkaktohet nga kushte të rrezikshme, që si janë edemat tregojnë probleme të mëdha shëndetësore. Mbajtja e lëngjeve në organizëm mund të shkaktohet nga shumë gjëra. Ngrënia e ushqimeve tepër të kripura, nxehtësia, pirja e tepërt të alkoolit ose qëndrimi i zbathur në këmbë. Krahat dhe këmbët janë veçanërisht të fryrë të moshuarit, si dhe të njerëzit obez, dhe kjo ka ndikim shtesë në insuficiencën venoze, e cila është më e zakonshme te moshat e thyera. Mirë po, edhe disa ilaçe gjithashtu mund të shkaktojnë edema. Ato janë ilaçet kundër depresionit, steroidet, ilaçet kundër presionit të lartë, si dhe hormone të tilla ato që përdoren në terapi pas menopauze ose pilulat kontraceptive. Nëse ëndja shkaktohet nga ilaçet, ajo që ndalet është se mund të ndryshoni terapinë, por nuk duhet të bëni atë pa u konsultuar më parë me mjekun. Përveç kësaj, disa shenja tregojnë se edema është një simptom e problemeve më të rrezikshme. Çdo entje mund të jetë asimetrike, për shembull vetëm në njërin këmbë, paralajmëron se diçka serioze po ndodh me trupin tuaj. Mund të jetë një infeksion, një pikësie gjaku ose një dëmtim, dhe këtu duhet të kontrolloheni me mjekun. Entja e papritur është një shenjë e rëndësishme. Nëse edema shfaqet brenda natës dhe nuk ngjason si ajo që po ndodh me ju, mund të jetë një paralajmërim dhe kërkon vëmendjen e mjekut. Nëse këto simptoma të tjera me entjen, shkoni menjëherë tek mjeku. Nëse keni për shembull skuqje, dhimbje, ethje, ndjenjë të presionit dhe dhimbje gjoksi, ju mund të bëni vetë testin e edemës, të shtypni me gisht vendin për disa sekonda dhe vëzhgoni entjen. Nëse nuk zhduket në më pak se 5 sekonda, ka shumë të ngjarë të keni probleme me zemrën, dhe është koha për të folur me një mjek specialist për ndryshimet tuaja që po ndodhin në shëndet. Nëse sindroma e këmbëve të fryra nuk është specifikuar për verën, ky çrregullim bëhet më i shpeshtë kur keni temperaturë dhe ndërlikohet jeta atyre që vuajnë prej tij, citojnë ekspertët e Healthline. Në shumicën e rasteve, entja e këmbëve dhe e kyçeve është rezultati i grumbullimit të lëngjeve. Kjo fryrje është jo vetëm një ndjesi e pakëndshme, por mund të jetë një problem i dukshëm, i pakëndshëm nga pikpamja estetike, por mbi të gjitha i dhimbshëm dhe gjithashtu shumë i kufizuar në jetën e përditshme. Në fakt, faktorët mund të jenë ngrënia e ushqimeve të kripura, kalimi shumë kohë ulur, veshjet e këpucëve me taka të larta dhe veshjet e ngushta, si dhe të qenit mbi peshë. Këmbët e fryra janë pasojë e lëngjeve të tepërta që vijnë nga gjaku dhe enët limfatike. Prandaj grumbullimi i ujit në inde, i quajtur edema periferike, e bën lëkurën të tendosur në prekje, por entja në këmbë është veçanërisht e theksuar në mbrëmje. Simptomat janë në këmbët e rënda, vështirësi në veshjen e këpucëve dhe dhimbje të kyçeve. Për më tepër, edemat mund të shfaqen edhe në mënyra të ndryshme. Çrregullime të tjera që shpesh shoqërojnë edemën janë kruajtje, ndjesia e rëndesës, tensioni, pirje, ngërçe të muskujve, si dhe dhimbje të këmbëve gjatë natës. Nëse jeni duke përjetuar entje të këmbëve, të kyçeve, vazhdimisht edhe ushtroni presion në atë vend, le ta pranojmë se duhet të keni nevojë për një konsult me mjekun. Kjo tregon një çrregullim të veshkave në zhvillimin ekzistues tek personi. Profesor Whithead Said, shefi i departamentit të neurologjisë në Universitetin Mjekësor të King George, tha: rreth 30% e personave me veshka i drejtohen mjekut shumë vonë dhe aq shumë sa alternativa më e mirë në dispozicion për dializë është të shkojnë te transplanti i veshkave, pavarësisht kësaj se mund të zbulojnë sëmundjet e veshkave me të dy teste të thjeshta. Profesori nefrologjisë citon: shpesh personat me presion të lartë të diabetit kanë probleme të veshkave, pasi presioni i lartë i gjakut mund të ngushtojë enët e gjakut, gjë që përfundimisht mund të çojë në dëmtime dhe fryrje të këmbëve. Shenja të tilla nuk duhet të neglizhohen, por duhet të adresohen tek mjeku përkatës për të evituar kështu edhe problematikat e mundshme. Këmbët e enjtura janë një problem në vete dhe tregojnë për një sër çështjes më themelore shëndetësore. Kjo zakonisht ndodh kur ka një ngritje të lëngjeve në inde, kështu që këmbët fryhen. Kjo njihet si edema. Por entja është vërtet e pakëndshme, pasi u vështirëson ecjen dhe qëndrimin në këmbë. Ju do të ndjeheni më shumë me dhimbje në këmbë dhe do të jeni edhe më të kuq. Nëse po
kërkoni për një recet adekuate, atëherë jeni në vendin e duhur. Një mënyrë për të lehtësuar rendjen e këmbëve është masazhimi. Një nga shërimet më të mira për këmbët e fryra është masazhimi i tyre. Kjo ndihmon në relaksimin e muskujve dhe në qarkullim të mirë të gjakut. Gjithashtu ndihmon në nxjerrjen e lëngjeve shtesë nga trupi. Meqenëse edhe rastet e entjeve reduktohen, masazhimi herpashere, sidomos kur keni qëndruar shumë në këmbë, mund të jetë një zgjidhje alternative shumë e mirë për trupin dhe këmbët tuaja. Një tjetër alternativë është edhe përdorimi i kripës e spom. Kripa e spom mund të largojë entjen shumë më shpejt, por edhe dhimbjen që ndjeni. Kjo kripë ka sasi të mjaftueshme të magnezit dhe sulfatit, që mundëson që të rritet qarkullimi i gjakut në trup. Gjithashtu është i mirë që të çlodhen edhe muskujt. Një tjetër rast është edhe xhenxhefili. Meqense xhenxhefili është një diuretik natyror, ai sjell edhe rregullon sasinë e ujit në trup dhe ndihmon në trajtimin e këmbëve të fryra. Kjo ndodh sepse zvogëlon natriumin në trup, i cili është një nga shkakt më të mëdhenj të dhimbjeve dhe entjeve. Magnezi. Nëse trupi juaj ka mungesë të magnezit, kjo mund të shkaktojë entje të këmbëve për shkak të edemës. Siguroni të hani ushqime të mbushur me magnez për të larguar problemet që keni në entjen e këmbëve. Ja disa këshilla të tjera për të lehtësuar këmbët e fryra. Ngrini këmbët në mënyrë që ato të jenë më lart se niveli i zemrës suaj. Kufizoni sasinë e kripës dhe kafeinën. Hani fruta dhe perime të freskëta në vend të ushqimeve të konservuara, të cilat mund të shkaktojnë edhe probleme me kripën dhe ruajtjen e saj. Pini shumë ujë për të mbajtur trupin tuaj të hidratuar dhe për të pastruar bakteriet e këqija. Shmangni qëndrimin e gjatë ulur, pasi mund të krijojë fryrje të këmbëve tuaja. Edhe nëse keni ndjenjën e këmbëve gjatë gjithë ditës ose keni mbajtur këpucët e gabuara të cilat nuk janë shumë të rehatshme, mund të kujdeseni më shumë për të shmangur probleme në periudha afatgjata. Zbutni këmbët me ujë. Një nga zgjidhjet për këmbët e lodhura dhe të fryra është të zhysni ato në ujë sapo të hiqni këpucët. Zgjidhja më e mirë për temperaturën e ujit është të alternoni njërin në ftohje më të ngrohtë. Përgatisni një legjen të madh me ujë të ftohtë dhe një tjetër me ujë të ngrohtë. Uji që futet në këmbë nuk duhet të jetë kurrë shumë i nxehtë sa të djegë, kështu që siguroni të testoni me duar më parë. Alternoni 30 sekonda në ujë të ftohtë dhe 2 minuta në ujë të ngrohtë për 15 minuta. Ndryshimet në temperaturë do të stimulojnë qarkullimin dhe të largojnë simptomat. Masazhoni këmbët. Një nga mënyrat më efektive për të mbajtur këmbët e lodhura dhe të intura është masazhimi klasik. Nëse thjesht do t'i fërkoni vajrat e dur, do ju ndihmojnë në shumë këtyre problemeve. Përdorni 3 pika me vaj livando me 2 lugje dhe vaj ulliri dhe përdorni një kombinim tjetër. 3 pika me vaj ose flet mente i përzjeni me 2 lugje dhe vaj susami. Nëse preferoni të masazhoni këmbët pa vaj fare, mënyra më e thjeshtë është të merrni një masazues këmbësh që mund të rrotullohet. Gjithashtu mund të lehtësoni problematikat tuaja në mënyra alternative të mundshme, duke siguruar edhe një lehtësim më të mirë të këmbëve tuaja. Dhimbja e këmbëve është një problem shumë i përhapur që prek 10 mijëra persona nga grup mosha të ndryshme. Intensiteti i dhimbjes është i ndryshëm dhe mund të kulmojë me ndjesinë e dhimbjes të padurueshme. Dhimbja mund të prek të dyja këmbët dhe të shkaktohet nga kontraktimet muskulare, lodhja muskulare, ushqyerja e keqe, dehidratimi ose qëndrimi në këmbë për një kohë të gjatë. Shkaktarë të tjerë të dhimbjes janë tromboza, diabeti, artriti, variqe dhe dëmtime nervore. Në këtë video do të listojmë disa nga lehtësuesit e këmbëve. Kompresat e ftohta. Mbështillni disa kuba akulli me një peshqir të hollë dhe vendosni në zonën e dhimbjes për 10 deri në 15 minuta. Këmbën ose këmbët duhet t'i mbani lehtas të ngritura. Kompresat mund t'i vendosni disa herë në ditë. Akulli nuk duhet të vendoset direkt në lëkurë. Masazhimet janë një mënyrë relaksimi i këmbëve tuaja që do të sigurojnë gjithashtu shtensionimin e tyre. Kjo është një alternativë shumë e mirë për të gjitha ata persona që kanë shqetësime të ngjashme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat parapraken, ndërveprimet ose dhe keq informimet e tyre. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tuaj.